Program koji slijedi podržan je sredstvima iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija koje raspodjeluje Agencija za audiovizualne medijske usluge. Programi që vijon është mbështetur nga mjetet e fondit për nxitjen e pluralizmit dhe larmisë së medjave, i cili shpërndahet nga Agjencia për Shërbime Mediatike Audiovizive. Ne sot kemi në studio paralelat e shkollës Marshalltito në Pistull dhe në Zoganje. Me zi të shpres që kjo studio të mbushet plot me fëmijë ose yje të vegjël që e zbukurojnë dhe ndriçojnë këtë studio. Të dashura mësuese Erodita, Nadila dhe Sanela, ju shkruan për t'ju ftuar klasët tuaj të shkollës Marshalltito paralelat në Pistull dhe Zogaj që të bëhen pjesë e emisionit tonë në Xixiland. Do të na gëzonte jashtëzakonisht shumë nëse do të pranonit këtë ftesë dhe do të ishte kënaqësi e veçantë për ne t'ju kemi mysafir. Me padërim, ju presim me respekt dhe dëshiri, Xixi dhe Romejsa. E patë se ku ja dërguam ftesën nëpërmes e-mailit dhe tani do fillojmë me prezantimin e këtyre fëmijëve. Si quhesh? Nisa, unë klasë 2, Pistull. Bravo, ti je në klasën e 2 në Pistull, është? A ki përgatitur ndonjë vjersh sot për ne? Po, shqiponje. Bravo, mund është mu qunë kamë, shiku ka ja kamera dhe mi thonë vjersh. Shqiponja, dhe krah fluturove, finë e kaltërsi, ove tove, qërkute të bështiti, as gjatë të bushka syrin, as këpim, s'ke gur, në funotrim, vore, qërnën në flamur. Bravo, shumë mirë, vazhdo me shoqen, si që është? Elizabeth. Bravo, në cilën klasë je? 3. Bravo, shumë mirë, ki përgatitur ndonjë vizatim sot për ne, po ashtu që ki përgatitur? Qa ki vizatu atë? Bon gjishin. Kallëzore për kamerës punimin, se ki bërë shumë bukur. Bravo, a ki përgatitur ndonjë vjersh për ne? Po. Cila është vjersha? Kurishka. Bravo, mund është mu qunë kamë dhe me thonë. Kurishka me sonë për gjithi kërkon, disa herë partikas, ditët me sas, peserite me sas, peserite dhe mësaribas, peserite për gjithi, peserite më sli brengë. Bravo, shumë mirë, vazhdo me shoqen. Si quhesh? Unë qërëm Sara. Sara, sa vjeç i ke? Unë i kam 9. Cilën shkollë shkojnë? Unë shkoj në shkollën Marshalltito Zogaj. Bravo, shumë mirë. Ki përgatitur së ndonjë vjersh sot për ne? Po, kam nga Harabeli. Harabeli, bravo, mund është mund qunë kamë o mi thonë vjershën? Harabeli dhe shpezët udhëtar fluturuan, me shtërk e dallandyshe gjithë qenë, veç Harabeli vendit nuk puluan, a nuk e beson kërkujt folin. Livadheve të korru fluturon, me shqep në barë qepka të vërshëllen, dhe duket se me shokët ku vendon, dhe duket se diçka për rreth se gjen. Bravo, shumë mirë. Vazhdo me shoqen. Si që është? Unë qom Raimonda. Qa ke përgatitur sot për ne? Unë kam përgatitur një vizatim. Ta shojmë mirë vizatimin. Me çfarë ngjyre është ke përdorur për mi bë këtë vizatim? Me ngjyrat e ujit. Bravo, shumë mirë. Atë ka ndihmuar dikush apo e ki bërë vetë, se e ki bërë shumë bukur? Halla pak. Bravo. Qa ki vizatu ma? Në spjego pak punimin. Me rëndor, o të regoja kamerës, në spjego pak sa. Unë kam vizatuar shtëpin, pemët, ndërdolecin, djalin. Bravo, djali është duke bërë ndërdolecin, apo? Po. Bravo, shumë mirë, ke përgatitur ndonjë vjersh? Po. Mund është të fillosh
Mirësi të vjershën. Në rregull. Mirësi, së mjafton vetëm një mollë që të mbushet një kanistër, së mjafton vetëm një pemë që të këndoje një pemishte dhe vetëm një eri së mjafton që pak lundëri të ndri, se që ndrit një kokër mollë që të ndojnë përgjës. Bravo, shumë bukur. Vazhdo me anën e djemve tash, me shokën. Si ty është? Ozan, Në cilën klasë shken? klas 2. Bravo, shumë mirë. A i ke notët e mira? Pa, Bravo. A ke përgatitur ndonjë vjersh sot për ne? pa, Mund është më qunë kama dhe mi thonë vjershën. urimi i fëmijëve, viti i ri, trokat të ndera, se dhurata lotrat e reja. Ne premtojmë të ne mësojmë të shumë, të jemi të mirë çdo ditë dhe kudo. Bravo, shumë mirë. Tani vazhdojmë me shokun tjetër. Si quhesh? Armand Rokovic, Bravo. Sa vjeç i ke? 7. Shumë mirë. A shkon në shkolla? Ke qef me shku në shkollë? Po, Cila është mësuesja jote? Arudita. Bravo, shumë mirë. A ki përgatitur se ndonjë vjersh? Po, Mund është më qunë kama o mi thonë vjershën. Shupunja. Hape kran fluturo firën në përkar të rësi, unë vëtove, qerdhen, kur të të përshti, që asë gjë së mushkë syrin, asë kë pem, asë kë gurë në fillim, në trime rore, baje qerdhen në farmur. Bravo, shumë mirë. Vazhdojmë me shokun. Si quhesh? Orhan Veleq, Cilën shkollë shkane o në catën klasë je? 2 tën jam. Bravo, shumë mirë. A ke qef ti me shku në shkollë? Po, Cila është lënda jote e preferuar? Pëlqen më shumë gjuhë shqipe, matematika, cila lëndë? tematika. Bravo, shumë mirë. Ke përgatitur ndonjë vjersh sot për ne? Po. Mund është më qunë kame dhe me thamë vjershë. Familja, mami, babi edhe motra, gjysha edhe vaj, të jetojnë një shtëpi plot gëzim me luturi. Bravo, shumë mirë. Vazhdo me shokun. Si quhesh? Jaman Maku, Bravo, sa vjet i kete? 7, Në catën klasë je? klas 2, Shumë mirë, bravo. A të pëlqen ty vera, dimri, a vjeshta, pranvera, që të pëlqen ma shumë? dimër, Dimër, ke qef mu gjujt me borë? po, Bravo, shumë mirë, përgatit ndonjë vjersh? po. Mund është më qunë kamë dhe me thamë vjersh. Shqiponja, hape krahe flutu e ove që në përkatësin ove tove që këtë të bështi ty atë gjithë të mbush ka syrin, asë pëm, asë gur, me në fund më i të i me dore ba në qenë e flamuë. Bravo, shumë mirë. Tani ju i thot vjershat shumë bukur, edhe mu më kajnë pëlqyer shumë, por ta dy shoqet i kajnë bërë dëpënime që ne do i ndjesim në muret e emisionit tonë. Çka është bora me ti? Si bjen borë? Bjen. Si bjen bora? Shtonerth. është ftoft. Bora ku bjen ftoft. Bora ftoft është fëmënera. E ftofën e bardhë. Stoft. I fe bardhë bjen borë. është bora për bobodimit. Ftoft. Bora ish ku bjen borë edhe lunë borë. E çka bëjmë na kur ish borë? Lumë me borë. Si duket bora? Fjolla. Bora na bjen atë. E
çfarë ngjyret ka? Bor. E bor. E bor. A ishte zeta ftoft? Ftoft. Çka është dimri? I dimri është një sejse bora. Edhe lun. Dhe bor. Ishte stof. Ku bje bor. Dimri është ku bje bor. Ishte stofon. Ku bje bor. Ku bje bor. Ishte stoft. Dimri është bora. Bor. Ftot. Ku bje bor. Dimri është stoft. Çka është akulli? Për mund toft. Akulli bëha smut. Ngritujt është akulli. Akulli të zënë dorën të. Muskëri. E shif toft edhe kur dolim jashtë, në mërdasin dorët. Uji. E prek ftoft. Kur prek akullin e stoft. Akulli është në borë. Kur e prek borën është akull. Çka janë dorezat? Për mi vundor. Bravo. Unë kam doreza. A ke dorezat? Çfarë ngjyre ke dorezat? Bëjqile. Bravo. E kur i vesh ti dorezat? Kur i ki jashtë. Ku më rrithën dur. Më voda dora. Për me lunë në topo. U t'janë borë. Dorezat, mas më rrith dora. Dorezat janë për mi vu kush ftoft, edhe për shembull mi vu edhe kapuqin, edhe dorzat, edhe tishat i boras. Mi vu në dorë. Kur i vendosim dorezat? Për vjen bora. Me gje, durët. Për mi vesh. A ke dorezat e? Po, i kam në spi. Çfarë ngjyre ti ke dorezat? Gjezë. Mu vu në dorë. Kur i vujnë dorezat? Kuron borë. A ke ti doreza? Po, doreza që që në dorë. Për mas mu ftof durët. Mi dhe dorën. Kur dolem jashtë në borë. Çka e bën me doreza? Kur i qev me lujt në përbor, s'ka në lujt në përbor. Çka është kapelja? Kapelja e qëtë në kërë, për më vu. Kur e vujmë kapelen? E vun net. Kur e bjen bolë. Bravo. Unë e bën borë. Ishme e vu për borë. Kapelja është zezë. Ku e vendosim kapelen? Kry. Kapelja është mune me qenë një kapel për borë, edhe një kapel për me shku jashtë ku është ftoft. Me vu. Kur e vujmë kapelen? Kur on borë. Në vu në kry. Për mos me ra borën ka kry. Për me vu në kry. Kur e vujmë kapelen në kry? Kur i kemi jashtë. Me vu mos pas stoft kryti. Kapelja. Bu vu në kry. Çka është dordoleci? Ishme e ka ditë më borë. Si e ka disin dordolecin? E bën një rumullake, prep një rumullake për ta, prep, favën, kapuqin, asyt. E si ja vum hunin? Me çka? Me? Me karot. Dordoleci është bëhet me borë. E si duket? I bukur, Mirë, më kallëza pak si e ka disin me borë dordolecin? me karot, Ma? me atë si i vujnë majt, Mirë. Pullat, tjetër? munden edhe gojen edhe syt. Mi ka ditë me borë. Bravo. Çka i vendosim dordolecit na? Syt, gojen, hunen. është dordolecin për mi bëv topën në stonë. Bëv topat. E çka i vum dordolecit? E vën me ka ditë për borën. I borë. E si e ka disim dordolecin? Një panda male
vuhet poshtë, e kryti vuhet nalt. E me çka gatisin durdulecin? Me dur. Durduleci bëhet me hun, me karot, edhe vën një fes, Me bërë mi gatit. Si e gatisin durdulecin? Si duke? Na vën hunin. Çfar hullit i vujmë? Karotën. Leci që tunen. Durduleci plako. Plako prej? Të bore. E si duke durduleci? Si e rregullojmë ne durduleci? Me kapel, Ma? me dorza, Tjetër? me shau, Tjetër? me hun, Me çka ka hullin? me karot, Prej çka bëhet durduleci? pi borat. Hullin me çka ka durduleci? Ka durduleci me karota, Me çka ka hullin? me kalota. Çka janë lodrat? Lodra janë nëse mërzit është lunë me lodra. E cila është lodra jote e preferuar? Kakonat. Për me lujt. Cila është lodra jote e preferuar? Kam sëm makina. Çka ke tjetër ti? Unë kam sëm dhurata. Shumë dhurata. Kush ti ka ble dhuratat? Popi. Lodra lunë. Lodra janë me lujt. Çka luaj me lodra? Lunë. Me cilën lodër keni qef me lujt? Kena me lujnë me bora. Lodra janë me kadit breuen. Me lujt. Të bukra. E cila është lodra jote e preferuar? Kafshat. Bravo, cila është kafsha jote e preferuar? Lubarti. Kush? Lubarti. Leopardi, me na dhe njerë kështu me dorë? Muzati. Lodrat janë me lujt. E çka luan ti me lodra? Me cilat Makina. Me makina? Me çka luan ti? Makina. Sa makina ke? Shumë. Lodrat janë pu me lujt. E cila është lodra jote e preferuar? Me tubila. Lodrat janë me lujt. E cila lodër është e preferumja jote? Mu pëlqen ma shumë kukla. Çka janë pushimet? Për me fjet. A shkojmë shkollë kur kena pushim? Po? Pushime se nuk ke shkollë. E çka bën ti kur ish pushim? Një shpi. Pushimet janë për dile. Pushimet rin atë shpirin. Kër nuk shkon shkollë. E çka bëjmë pushim? Lumë atë. Për mos me shkon shkollë. Me ble qonëm. Ku shkojmë për pushime? Me ble kifla. Pushimet janë për nëse për një pushim edhe me marrë me botë që dush. Bravo. E ku shkojmë na me pushime? Unë është me shku në të varë edhe Shkodër edhe Lojna. Ku dush ti? Me fjetë. Mirë. E çka bëjmë tjetër në pushim? Qohena? Pushime. Kena pushim. Kur keni pushim çka bën? Qyrin telefona. Mes me ike shkolla. E çka bëjmë kur ish pushim? Ikim dikum Ku shkon ti diku për pushim? e plazha. Pushimet janë me ne shpi. Çka bëjmë në shtëpi kur kena pushim? Lumë me roqa. Pushimet janë kur marrën shkolla. E çka bëjmë na në pushim? Lumë me nane. Ma, Mom, doli me fetit. çka ishte festa?
Me festu. Çka festojmë? Lindjen. Tjetër? E vujmë tortën, vitin e ri. Edhe vitin e ri e festojmë. Me festu vitin e ri. Ma. Çka festojmë ma? Ditëlindjen. Ditëlindjen. Flajta ndlinga. Më mërtu. Tjetër? Festa? Festa. Me festu çka? Me festu ditëlindjes. Për me festu ditëlindjen. Çka festojmë tjetër? Me na sjell urata papatimzi. Ditëlindja me festu. Festojnë ditëlindjen. Me festu ditëlindjen edhe vitin 3. Ditëlindjen. Ma. Vitin e ri bëj pramen. Festa është me festu edhe vitin i ri. Edhe ma çka? Ditëlindja. E çka janë dhuratat? Dhuratat janë pumina baba Dimri. Çka fitan ti në dhurata? Roqet. Me çka lun ti më shumë? Ma do mobila. Cilin automobil? Ma do mobil 3. Ma fitu roqet 3, ma fitu gjona. Dhuratat për me po ditëlindje. Kur e bërën baba Dimi. Dhurata mi qelë, shakimar. Çka janë dhuratat? Dhuratat janë me paka që jam rrenë. Dhuratat për vitin e ri. Çka fitojmë në këta dhurata? Fiton dhuratat për mi qilë. Çka fitojmë dhurata? Roqe. Në baba gjyshi. E fitu lodra. Dhuratat janë, për shembull, baba Dimri na i prodh dhuratat edhe mundën me gjetë da kakun ku i vajs. Edhe për shembull një kamion ku i djallë. Na pron baba Dimri në dhurata. Sa dhurata pron baba Dimri? 10. Mirë. Çka fitan ti për vitrin nga baba Dimri? Nuk di. Sa gjana, çka fitan? Unë ka pru baba Dimri rozat. Çka të ka pru? Çokoladë. Ma. Vetëm çokoladë. Kush i pron dhuratat? Baba Dimri. Çka është viti i ri? Kur vjen baba Dimri. Viti i ri na vjen, edhe na vjen baba gjyshi. Vjen baba gjyshi. Viti i ri është shkun ka baba Dimri. Vjen baba gjyshi. Edhe një të blik. Për borë. Çka bajmë për vitrina? Për kër ka ftoft. Çka veshim kur ish ftoft? Sollën. Më ra borë më është baba Dimri. Viti i ri bjen borë edhe herët baba Dimri. Po çka bajmë tjetër për vitri? E bëm për me një viti i tris. Fitojmë rodhata. Ku vjen baba gjyshi. Çka na sjell baba gjyshi? Vrata. Mi qilë. Mi fitu një roqe. Cilën roqe fitojmë na kur fitojmë dhurate? Tu bel. Viti i ri me ardhë viti i ria. Çka bëhet për vitri? Ka disin pëmen. Vehen dritat. Morim vuratat, i lon të pëmat. Çka i shkolla? Shkolla është kopshti, ja thuhet edhe kopshti edhe shkolla. Edhe mundet me bë dhe një shoqa. Luj. Kopshti. Çka ban kopshti? Lujm. Tjetër? Folem.
Shkosh po me shku shkollë. Çka bani në shkollë? Lunë. Qerdhja. E çka mësojmë në qerdhe, çka bajmë? Lujnë me lodra. Shkolla vjen këto me mësu. Kopshti. Çka bën kopshti? Punon. Ma? Lunë. Më ngjyros. Shkolla e lunë. Po mësu. E çka bën tjetër në shkolla jani? Luj. Ma? Luj me shok. Shkolla shkopshti. E çka bëjmë në shkollë? Lumë, punom. Doli me fetit. Vërritme edhe në rubrikën profesioni em, sot me ne në studio është një stomatolog ose si që thonë ne një dentist, specialisti i kirurgjisë orale dhe i ortodoncisë, Vebi Çova. Faleminderit që keni pranuar ftesën dhe jeni sot me ne në studio. Faleminderit ju për ftesën, njëherë të shfrytëzoj rastin që të përshëndes të gjithë TV shiqësit e televiziorit të UTA, gjithashtu edhe fëmijët për ftesën që cilën ma kanë bërë. Ne sot do të bëjmë fjalë disha lidhje me mirëmbajtjen e dhëmbëve. Mbasi që është mosha e tillë, atëherë do të bëjmë fjalë disha për mirëmbajtjen e dhëmbëve. Tu kemi një model, prandaj kisha pas qejf që pak ta bëjmë si bisedë me fëmijët që i kemi ftuar. Kështu që do t'i pyes Veboja, a dini sepse sa dhëmbë ka njeriu? Dhe me thonë, sa dhëmbë ka njeriu? 32. Dhe me thonë, ne kemi dhëmbët e përhershëm dhe dhëmbët e qumshtit. Dhëmbët e qumshtit vetë fjala tregon se janë dhëmbët të cilat paraqiten në moshën e fëmijëve, dhe qumshtit dhe me thonë janë të fëmija dhe janë 20. E dhëmbët e përhershëm dhe me thonë janë 32. A dini me më tregu sa herë në ditë duhet të bëhet lamja e dhëmbëve? A dini? 2, 1, 3 herë, sa thoni? Hajde. 3, pse 3 herë? E pse 2 herë? E pse 1 herë? Hajde tregoni tash. Hajde. Dhe me thonë, sa herë që i ham buk, ishë mirë me i pastru dhëmbët. Lom dhëm, lom dur, Pa? lom faqe, lom Pa. përtin, edhe ku vi me fjetu një lom. Mirë. E pse ma mirë ishë me lodhë dhëmbë kur bi me fjetë? A dini me më tregu? Se nëse hanë të kullot, një lom. Bravo, e lynë dhëmbë, por kur bi me fjetë na derin me mëngjes, atëherë aty ata mbeturinë ato ushqimit, mesin në dhëmbë, edhe lejojnë japi një teren i cili është i favorizueshëm për shumimin e bakterieve. Dhe me thonë, në qoftë se i lam dhëmbët mbrëmje pa larë, atëherë deri në mëngjes, kur çojmë mëngjes, kemi pas një aromë jo të këndshme gojesh, sepse janë zhvilluar të bakteriet që i kemi lënë pa pastruar sipërfaqen e dhëmbëve. Dhe me thonë, prej 3 fazave të cilët mund me la dhëmbët, mëngjes, mbrëmje dhe në drekë, dhe me thonë, ma mirë është me i lënë mbrëmje. Dhe me thonë, për me zhduk këta bakteriet të cilët janë prezente në sipërfaqen e dhëmbëve. A dini me më tregu sa është kohë zgjatja e lamjes dhëmbëve? 2 minuta, 3 minuta, 5 minuta, sa ju mërë mendja? 2 minuta. Bume, 2 minuta, mua 3 minuta, mua dherin 5. Por ma preferueshme kishë më thonë 3 minuta, a keni mjaftë, vetëm mi la. E tesh do të tregoj unë se si do të bëm lamin e dhëmbëve. Dhe me thonë, kjo është një model të cilin e kam, a shifnin që se do në mund marrë të unë, ose jo mua vrit që se keni dëshirë. Dhe me thonë, kja është brusha dhëmbëve. Me brush dhëmbëve, dhëmbët ka sipërfaqen e jashtme, të brendshme edhe sipërfaqen përtypse. Mirë po, kur bëm lamin e dhëmbëve, na duhet mi përfshi të gjitha sipërfaqet e dhëmbit. Dhe me thonë, sipërfaqen e jashtme, sipërfaqen e okluzare të përtypse edhe sipërfaqen e brendshme. Ishtë më rëndësi që të shpos provoni dhe jo, që brusha e dhëmbëve me formu një kënd prej 45 shkallëve, dhe me thonë me sipërfaqen e dhëmbëve. Dhe me thonë, edhe shkoni mënyrë trumullakët. A kuptoni? Mënyrë trumullakët. A kuptan? Dhe me thonë, e boni lamin e njëherë kësaj sipërfaqes jashtme, në tama antë, edhe poshtë, dhe me thonë, e mbyllni gojën kështu, edhe e boni lamin
dhe me thonë to, edhe këto në nëna. Mandej qabani, mandej e hap një gojen, dhe me thonë shkoni sipërfaqen për typse, këtë sipërfaqen këto. Dhe me thonë e pastroni, edhe sipërfaqen për typse në tjetër, edhe poshtë, dhe me thonë të 4 anet. Mandej shkabani, mandej shkoni sipërfaqen e mbrendshme. Dhe me thonë, ishtë qëllimi që në tona anë mi pastru, që mos me lanë sa ma pak mbetorina të ushqimit. Dhe me thonë, filloni me sipërfaqen e jashme, dhe me thonë, në këtë anë zisa më shifni, të po aplikoni dhe jo, dhe me thonë, kur e bani pastrimin sipërfaqen e jashme, kalojnë sipërfaqen për typse edhe në sipërfaqen e mbrendshme. Dhe me thonë, mas mirët ishtë 3 minuta, kjo se mundi dhe ma tepër, nuk ka problem, dherin 5 minuta. Mirë po, edhe gjatë tjetër kishë me kërku ka jo, brushat, dhe me thonë, si keni, ma mirë ishë mi pas brushat e vogra, ma si jeni në moshtë të tilë, dhe me thonë, edhe medium, mesme, dhe me thonë kuri bleni, dhe me thonë ja fort e fort me qenë, por edhe ja fort e but, dhe me thonë e mesme, dhe me thonë, edhe kuri asitni, edhe mas me avu mendin që në vare se çfarë materialet është 1 muj, 2 muj, 3 muj, mundi me indru. Hajde deri në 2-3 muj, nuk ishte mallë shumë, mundi deri në 3 muj. Sepse brushat që janë për shkak si kja këto, këto e kam përdor, a den këto për lamje tash, dhe ishtë pak e hapon, i kam bërë shtypja, shef, ishte hapon. E tillë nuk guxan me qenë. Nuk guxan, sepse aja hinë e damton mishin e dhëmbëve. Dhe me thonë, ishte preferueshme, dhe me thonë, në varet se si përdorni edhe çfarë materialet. Në kry 2-3 mujve, deri në 3 muj nuk ishte keq që me inru. Vetëm ishte problemi i gjetë adekvate se si duhet, sepse sa të kemi prodhime, gjithë çfarë prodhimeve, diku shkruaj medium ishte fort, diku shkruaj medium ishte but, por ma mirë është me shiqu, që mas me qenë fart e fort. Dhe me thonë, a bom tash zbashkut, e provojmë si kishim me bo, hajde, eskaton, qo. Esësh, tërgoj agja vebos, si kishim me i lotë është i kështo. Hesit të hanë veboja, kështo shkan, dhe me thonë. Mërë brushen, edhe nuk shkan kështo me i bo, të sejmë ka kamera që me po. Ja kështo, për shkan mënyrë të rotullumun, pak më rotullumun. Edhe me thonë, hem poshtë, hem në hesprojët është. Kështo, a kuptat, dhe me thonë, mënyrë të rotullumun. Bravo, edhe poshtë ashto, edhe poshtë. Edhe më ndaj qabon, dhe me thonë, e ke pas trukit sipërfaqen e jashme, bravo, dhe me thonë ashto shkan, e si e dorën edhe non tjetër, dhe me thonë edhe kështo, edhe shkan, se kena të zonë kamerës nuk i shofim desh. Iqini ju disa, shkoni ju disa dhe me thonë edhe non tjetër, a kuptan, bravo, ma ndaj shkan sipërfaqen, to sipërfaqen, kesh sipërfaqja për typse. Bravo, edhe kjo ona tjetër të nana, të lumë, edhe të shkan sipërfaqen e mbrendshme. Bravo, bravo, është si din, për tjetë din. A kuptan? Edhe një vajzë është në vim pis këti grupi tjetër, hajde se mërë. Hajde, ka me të shkët shto, si du ka kamera ashtu me të po, edhe në kamera. Dhe më thonë, e ven këtë shto, dhe më thonë parëmëllojve se i guaja kështo, dhe më thonë kështo, në kandin, a kuptan, hendershmoj edhe te, dhe më banë se po e spjegon, banë se i ke fëmijët ati për pare të regon në klasën më në zanësave. Bravo, bravo, edhe në këton, edhe në sipërfaqen për typset është, bravo, edhe nelt. Dhe me thonë se që kemi mësuset, si bëhet lamja dhëmbëve. Dhe me thonë, sa herë ditë lahan dhëmbë? 3 herë ditë. Dhe me thonë, sa herë që i hamë buk, i lamë, por edhe një përreshtim e kemi. Që ose hamë çokolada. Qa bëhet herë? Hajmë kalzori. Qa bëhet? Pse? Se përmbojnë sheqer. Dhe me thonë, sheqeri ka aftësi të madhe ngjitse. A di kur e prek një kollash, për shembull që keni staralija, baklavat, që se preket një sheqer, a ke pasur një të ndurt. Dhe më thonë, edhe kur i hojnë çokoladat, atëherë ata në sipërfaqen e dhëmbëve, met aja amelcina sheqerit, dhe më thonë, edhe ka aftësi ngjitset më të madhe, jo që deponohet sheqeri, por edhe materiet të ndryshme që i hani jo deponohen aty. Dhe më thonë, edhe pse thu, atëherë pse kur hanë sheqer me i bë pastrimin e dhëmbëve, ç'e mërmendja. Dhe me thonë se sheqeri i shkaku kryesor për prishjen e dhëmbëve. Dhe me thonë një, se ka aftësi të madhe ngjitse edhe jep terren adekuat për mu u zhvillu bakterjet. Si zhvillohen bakterjet në tre, atëherë e zbërthejnë sheqerin edhe lirohen 2 acide, të cilët janë shumë forta, piruvik dhe laktik, të cilët në sipërfaqen e dhëmbëve, edhe acide tjerë, edhe sipërfaqen e dhëmbit, ata fillojnë me e shkatërru zmaltin e dhëmbit. O bo?
Dhe më thonë, jo vetëm sa herë që hom bukë, por kur hom edhe amelcina, por edhe, qka ish një pije që mas tepër në keni qef? Hajë kalzoni vebës. Qaj, ka? Aja është më sheqer. Pija ma kërkushme, pija ma keqe. Dhe më thonë, gjdo kush e përdor, por nuk është më përdor. Se aja vetëm dam shkakton trup. Asifar efektit, si më thonë, vitaminash, mjekësor për organizëm nuk ka. Njësoj si sheqeri. Bravo, sepse për mba sheqer, urdhën zemër. Nuk gudzon të pi shumë lëngje që janë me sheqer. Një atë sepse sheqeri është elementi kryesor që nuk është i përshtatshëm për sipërfaqen e dhomit, për dhom. Dhe ti si e dhom, dhe ti prish. Ti prish e dhom sepse ka aftësi gjisme, si thame, edhe shkatrohen dhom në sipërfaqe. Dhe me thonë, na i lëm dhom, dhe me sa herë që ham buk, edhe sa herë që pim Coca-Cola ose çokolada. E që është më mirë? Mas mi hangërëq. A bo më të punë? Dhe me thonë, sa të kemi mësu për mirëmbajtjen e gojës, dhe me thonë, sa herë që lahen dhomë, edhe kena mësu, kemi 2 lloj dhomëve, dhe me thonë dhomët e përhershëm, edhe dhomët e qumshtit. Dhomët e përhershëm dhe me thonë janë 32, a dhomët e qumshtit janë 20. Edhe kemi thonë, 20 janë dhomët e tamlit, a 32 janë dhomët e qumë, përhershëm, dhe me thonë. Që nga kam betë mo, që kena mësu mo, dhe me thonë, si mirëmbajtja si mbahet, që kishim me thonë disën tjetër, a keni di pyetje me pyet disën tjetër, që është lidhe me... A keni dhe një pyetje tjetër që ju interesën në vetë? Hajt. Për në qoshe në qartë në dhomë. Qoshe në qartë në dhomë, gjaja parë duhet me shku të dentisti. Me shiqu, dhe më pse ka ardhë dhe të efekt, dhe më defekt. Dhe me thonë, me herë, me fillu me ndrejsh dhomin, a kuptan, që mas me lonë me shku edhe mi shiqu dhamt mas me lonë. Dhe më thonë, te fëmija ishte preferushme që të të rritërët që jemë bo kontrolat. Për para kanë qenë 6 muj, tesh i kanë ullë në 3 muj. Dhe më thonë, ti fillu nga ushqimi, që kanë ndryshu mënyra e të ushqyrit, nuk ishte si për para, për ju ishte domosdoshme që me ardhë kontrola. Edhe çdo kush me pas dentistin e vetë, që me shku dentistin për fëmi edhe dentistin ortodontin për dhemt të shtrembet, për moshën e juj. Dhe me thonë, i keni disa që i keni të shtremb to, unë jam ortodontist, dhe me thonë, a eshtë keni punë që më artë të veboje, të artë veboje që ju baj protezat, a dino dhe që ki bon, thava që ki bon, atë protez posia, dhe me thonë, aja protez përdojnë për drejtimin e dhëmve. Mirë po, atë protezat që përdojnë për drejtimin e dhëmve nuk janë... Pa, mu bo drejt, por ishte një efekt tjetër, sepse efekti i frikës te jo të shkyt mosh është shumë ndoshta i madh. Kur i vini për proteza, dhe me thonë, aja është një gjë që nuk kur shtjen stres as frikë, sepse protezat nuk dhomin. Edhe, kur vini filloni me proteza, sa ma herët që filloni, adin ishte një anë tjetër dhe ma mirë se arrihet aja efekti besueshmërisht të dentistit. Dhe me thonë, kur vini për proteza, ju fitoni bindin që s'ka dhima me shku të veboj, ose të cili do doktor. Dhe me thonë, sepse në atë mënyrë, dhe me thonë, i hjekni friken, sepse nuk ka frikit të proteza. Dhe me thonë, vetëm keni efekt me e mirë bajtë, me mirë bajtë, dhe me thonë, me hik me pastru. A kuptoni? Dhe pyetje tjetër, a ka dërkosh matë me më thonë? Hajt, vetë. Sa janë ëmbërsirat dhe pijet e gocërat? E spjegu më zemër, aja dhe me thonë, talnat të pijet që edhe të ëmbërsirat janë shkahu kryesori, prishës dhamet janë sheqeri. Dhe me thonë, sheqeri ka rolin kryesor në prishjen e dhëmve. Aty ndikon shumë faktor tjetër, trashëgimi, mirëmbajtja, por sheqeri është ndër vendin e parë për gjithë kariesin e dhëmve. Haj, kush ka tjetër që ma fit? Adi mosh, haj zemër. Sa herë duhet të ndërroj me fuqën? Kam të regullë për te, dhe me thonë varet e pi materialet që është, pi përdorimit juaj, si më thonë a përdojnë mënyrë adekfat nësi e përdorni, dhe me thonë mundet deri 2 muj, 3 muj, varet se si e përdorni, si e mirëbani. Por një efekt ka me rëndësi edhe ku e mbani brushen. Nuk është preferueshme që brushen me elan, për shembull kur shkonit në banjo, me elan në vend aty në banjo si asit, po gjithmonë duhet me përdor ata kutija të cilat vinë me brusha që mi fut mrend. A kuptan?
edhe me pastru edhe ja fart milion të lakta. A kuptan? Dhe me thonë, vetëm ja milion në hapësirë të hapur, sepse e thithin bakteriet edhe pluhnin cili është në ambientin se ku jetom. A kuptan? Kush ka pyetje Modisa? A doni Modisa me të rrugë që vipa? Hajt vesi. Hajt, me të kalzu, me të një muën. Sa heri do me dhomë? Hajt kalza. 2 milion. A këtë thonë 3 herë? 3 herë. Bravo, po. Po. E lëmë 3 herë. Dhe me thonë, sa herë që i ham buk, i lëmë edhe adin i pastrom, mirë. Dhe me thonë, 3 deri në 5 minuta i lëmë. U bo? Edhe i në marrë vesh, mësë më angër shumë çokolada. Edhe mësë me pi Coca-Cola. Coca-Cola. Gjërë kryesore që i rëpë sëset. Po, se pinë mo. Të shpërëmet fjallën që nëse pinë. Pisat i kena hek. Çdo gjë që përmban sheqer nuk është e tolerueshme fare. A kupton? Bra, domethënë sheqerët pa ja të po tham, adin, domethënë zhvillohen bakteriet, a kupton mi herët nuk ka pasërti në gojë. Është vitamina U. Bravo, uji është elementi kryesor. Ujin mos e harroni. Ma tepër me pi ujë se sa ta Coca-Cola. A për fat keq, po. Edhe më i shëndetshëm. Po, është më i shëndetshëm uji, përban minerale, përban gjitha elementet e nevojshme. Ka sheqer. S'ka sheqer, edhe më thonë. S'ka shije. S'ka shije. Po, edhe tamel është mirë. Po, edhe tamel është mirë, se përban kalcium. Edhe molla. Mollat pastru. Pse hajt mollat kalza? Pse? Është ilaçi i dhëmbëve. Po, se i pastron dhëmbë. Dhe me thonë, është i fort. A di përpara për shembull kur përpara në kohët e moshme njerëzit kanë pas dhëmbë të mirëbajtën, sepse kanë hangër gjëra të forta, buka kallamoqit, edhe kanë përdor si më thon më tepër perime, ata kanë bërë pastrimin e dhëmbëve. A molla ka efekt vetë pastrues, sepse ishte fort. E si ishte fort, aja e pastron edhe mbeturinat tjera që kanë mbetë në përdhëmb. A kupton? Edhe një herë i bën masazh dhe mishin dhëmbëve. A kupton? Me që ju jeni edhe një stomatolog i shquar, a mundemi me na fol pak për arsimimin e juaj? Arsimimi im ishte shumë, si të tham, i limshëm, sepse ka qenë koha atilla atëherë, për fat keq në atë kohë, ka qenë vetëm trazirat e ishë Jugosllavisë, luftat, e mu kam përfshirë gjitha. Unë shkollën fillore kam kry këto në Olqen, shkollën e mesme në Mitrovic, drejtimin për mjekësi. Mandej fakultetin e kam regjistruar në Universitetin e Prishtinës, kam ndaj 3 vite, për shkak të masave të lunshme, kemi ndaj 1 vjet e gjys pa shkollë, dhe me thonë ty pritë se ne kanë largu profesorat. Mandej kur kanë kalu 2 vite, kam kalu në Sarajev, për të vazhduar ma tepër studimet. Në Sarajev nga ka zonë Allah atje lufta, kemi met 1 vjet ditë, 2 muaj me zihall kemi dalë. Mandej kur kam ardhur nga Sarajeva, shumë i lodhur, raskapitur, kam desh me depres studimet, me shku, kam desh tonë si tanë që kanë shku në Amerikim. Mirë po ty e falendru vllau tem në Amerika, nuk më ka të lanë, nuk ma leju, masi ka qenë edhe financuesi kryesor i shkollimit tim. Edhe mandej kam fillu me studiu në Novi Sad. Kur kam shku në Novi Sad, më kanë këthuj prap i fillimit. Kam qenë vit 4, më kanë këthuj në vit 2. Që që stomatologjia në atë kohë ka pasur 38 projime, unë kam lanë 78. Dhe me thonë, fakultetin e stomatologjisë e kam përsërit 2 herë. Por, kur ka një në vullnet, gjitha i arrinë. Me punë, çdo ku jam në gojen. E kështu që kam punu shumë, por mi shpërbly. Mandej, kam kry specializimin e parë në Beograd, 3 vjet e gjys 4 gati kam ndaj atje, dhe me thonë ortodoncin. Edhe mandej prap, mas 4-5 vite, kam kry edhe kirurgjin, prap në Beograd, edhe 4 vjet gati kam ndaj edhe atje. Dhe me thonë, kështu që i kam kry gjitha në Beograd, por me mund shumë, por ja ka vlejt. Kështu që për fëmijët, tash që kisha thonë ma tepër, sa përket tyne, tash ortodoncia është një lami që ma tepër u duhet, dhe me thonë, këtë mosh, sepse tu fillojnë problemet me dhëmbet e shtremtë, dhe me malformacionet mes vilicave, mes noflave, më falni, se kam shkollën në gjuhën slave, e kështu që atëherë në këtë bashkë këtë mosh duhet intervenimi. Me këtë plan programin e ri tash kanë fillu që me i vu edhe ordinancë stomatologjike se në kohë teme kanë qenë gjitha në për shkollat fillore, kështu që tash janë duke i kthyer përsëri, veç kanë filluar me i vu, edhe do të jetë një gjë shumë e mirë për shëndetësinë tonë në Olqen, sepse ka me pas dentistin e për shkollat e tyne.
E kështu që unë kam punu 12 vjetë në shkollë, në 4 kollë, kështu që ajo është shumë vind është pacientët fëmija që cilat kanë qenë, është pacientët e mi në shkollë, kështu që kur i përcjell një stomatolog, është shumë gjë mirë për shkolla, sepse i përcjell, i sheh informacionet, i sheh prishjet e dhomëve, edhe i shumë e përgëzoi Ministrinë e Arsimit Malezi për këtë hap që kanë ndërmarrë. Se është shumë një gjë mirë për fëmijë. E kur e dim se çdo gjë fillon me buzëqeshje, ajo buzëqeshje nëse na mungon, atëherë për këtë më tepër na duhet më kujdes se çdo gjë fillon me rinim me fëmijë. Atëherë. Faleminderit shumë edhe një herë. Unë me të vërtet jam kënaqur, besoj që janë kënaqur edhe fëmijët që i kanë mësuar disa gjëra të reja. Edhe tani ne do të vazhdojmë me rubrikat e radhës. Faleminderit edhe juve, isha nuk keni shumë kohë, nuk keni nevojë për vepër më arte vepër. Inshallah keni dhamë të bukur si keni kështu. Ju përshëndes, faleminderit. Dëgjoni ditë lajmet dhe shikoni pamjet. Në shkollën fillore Boshko Strugar, u marrë në bazari i fundvitit, ku fëmijët e kësaj shkolle përgatiten shumë gjëra të bukura dhe i shitën ato. Ndodhemi këtu në bazarin e vitit të ri të shkollës tonë Boshko Strugar dhe jemi në shtandin tim të klasës 7D. Unë tani do ta pyes një shoqen time si po kalon dhe çfarë ke përgatitur ti sot për ne. Kjo është një ditë shumë e bukur, sot kam kalu shumë bukur, unë kam përgatitur pizza rolls. Pizza rolls, a të ka ndihmuar dikush me përgatit apo i ke bërë vetë? Më ka ndihmuar pak nana. Bravo, shumë bukur. Si po kalon sot? Shumë bukur. E pova që je aktiv duke shitur, e keni fituar shumë para? Po. Si po kalon sot? Shumë bukur, kemi shumë gosta të arf me ble. Keni fituar shumë para? Po, kena fitu. A ke përgatitur një gjë? Po, kam përgatit kifle. Shumë bukur. Me çfarë ke bërë ato kifle? I kam përgatit me përshut dhe me djathë. A janë shitur shpejt kiflet? Po, janë shit, por kam mbet disa. Si po kalon sot dhe apo të pëlqen atmosfera në shkollën tonë? Shumë bukur, një atmosferë shumë interesante. Çka ke përgatitur sot për të shërbyer në këtë shtand? Për të shërbyer sot kam përgatitur banana bread. Bravo, a din ta përgatitesh dhe është zor? Nuk është shumë zor dhe di ta përgatis mirë. Faleminderit. Jemi në shkollën Boshko Strugar në pazarin e vitit 3. Do të shohim si po kaloj pazarin e vitit 3 fëmijët. Po ju si po kaloni pazarin e vitit 3? Po, kalom shumë me bukur. Jam me bukur. A ju pëlqen pazari vitit 3? Po, na pëlqen shumë. A ju ka bler dikush të gjë? Po. Si quhet? Rajana Voglić. Sa vjeç i ke? 9 vjeç. Cilën klasë shkon? Klasa 4D. A pëlqen pazari vitit 3? Po, shumë. A keni shitur ndonjë gjë? Po, kena shitur. Vazhdo me fëmin tjetër. Po ti si po kalon pazarin e vitit 3? Mirë. A keni shit ndonjë gjë? Shumë kena shit. Apo të pëlqen si po është bukurinë e shkollës Boshko Strugar? Po, më pëlqen shumë. Kaloj me fëmin tjetër. Ka përse provodit? Po ti si quhet? Unë e quhem Hena. Cilën klasë je? Unë jam klasën e 4. A po të pëlqen pazari vitit 3? Po, shumë. A keni shitur ndonjë gjë? Po, kena shitur shumë. Vazhdo me fëmin tjetër. Si quhet? Inaja. Sa vjet i ke? 6. Cilën klasë je? Pare. A keni shitur ndonjë gjë? Pa, shumë gjëra bukur. Po, a po të pëlqen pazari vitit 3? Po. Vazhdo me fëmin tjetër. Si quhet? Unë quhem Asja. Në cilën klasë je? Unë jam në klasën
katërt. A po të pëlqen pazari i vitit të ri? Po, shumë po më pëlqen. A keni shitur të gjë? Po, shumë kena shitur. Vazhdo me fëmin tjetër. Si qua? Rona Kollari. Sa vjeti ke? 9. Cilën klasë shkon? 4. klasë. Si po kalon në pazarin e vitit të ri? Shumë e mirë. A po të pëlqen në pazari i vitit të ri? Po, shumë. Sa gjana keni shitur? Shumë. Vazhdo me fëmin tjetër. Si quash? Maira. Sa vjeti ke? I kam 9 vjeç. Cilën klasë shkon? 4. klasë. Si po kalon këtë pazar vitit të ri? Shumë bukur. Sa gjëra keni shitur? Shumë gjana. Si quash? Unë quam Mabel Hoxha. Sa vjeti ke? 10. Cilën klasë shkon? Në klasën e 5. Si po kalon në këtë pazar vitit të ri? Ky pazar është shumë i bukur dhe ka shumë atmosferë. A keni shitur ndonjë gjë? Po, kemi shitur shumë. Këto ishin fëmijët duke e kallëzuar se sa bukur është në shkollën Boshkës Lugar në pazarin e vitit të ri. Miru pafshim! Edhe shkolla fillore Marshall Tito përgatiti bazarin e fundvitit, ku çdo gjë kaloi shumë bukur dhe fëmijët ishin shumë të kënaqur me shitjen që patën në këtë bazar. Si quhesh? Asja Zyberi. Çfarë ke përgatitur sot? Sot kemi përgatitur punime të ndryshme, kemi përgatitur dhe ushqime, figura, vizatime të ndryshme tjerë. Çfarë jeni duke shitur më shumë? Sot jemi duke shitur më shumë ushqime, vizatime të ndryshme e tjerë. Të pëlqen atmosfera sot në shkollë? Po, me pëlqen shumë. Ka shumë figura të ndryshme, janë të bukura dhe figurative. Çfarë do t'i uroje shokët dhe shoqet për festat e fundvitit? Sot i uroj një vit shumë të këndshëm dhe të bukur. Si quhesh? Elif. Çfarë ke përgatit sot për këtë bazar? Kam gadit cupcake-a. Me kanë i ke përgatit? Kam gadit për tonë që dojnë. Gëzuar pazarin e vitit të ri. Si e ke emrin? Diara. Çka ke përgatit sot për me shit këtu në bazar të vitit të ri? Karta gjana. A ishte të pëlqy sot shkolla si ish bas kështu? Pa. Çfarë jeni duke shitur më shumë me shokët dhe shoqet? Kartuleta. Ëmbëlsira. Si e ke emrin? Unë kam emrin Ahmed. Çka ke përgatit sot me shit? Kam përgatit një pemë edhe disa që bëhen me burë. Çka shitni sot ma tepër? Çka janë të ble ma tepër? Këto. A ishte të pëlqy atmosfera sot këtu në shkollë? Po. Shokët e shoqet, a janë të ushoqnu edhe a janë të t'nimu me shit? Janë të shiton vot. Përshëndetje fëmi! Java është në Ulqin do të jetë kryesisht me diell dhe shumë e këndshme. Ditët do të jenë të mira për lojërat jashtë, shëtitje dhe argëtim. Her pas hera mund të shfaqen disa re, por dielli do të jetë miku ynë më i mirë. Në fund të javës mund të ketë pak shi, ndaj mos harroni çadrat dhe lojërat mbrenda. Pra, na pret një javë e bukur me shumë buzëqeshje dhe aventura. Gëzohuni dhe shijoni çdo ditë. Këto ishin lajmet për sot. E ju Disneylanden mos e humbisni dot. Vërrit ma dhe në rubrikën Xixi ka bën Xixi mëson. Si të gjithë fëmijët e sotëm edhe Xixi bën shumë gabime. Por, a shohim si i përmirëson.
Qa ke kuptu ti, qa ka ba Zizi? Shitën e lojnë. Bravo, ka u shit lojna, ashtu si nuk banë se ashtu di mu vra. Shështo, e qa ka ba në videon e dytë? Si i shlu në lojna? A i shlu mirë, a i shlu keq? Në videon e dytë, bravo, i shlu ashtu si duhet. Ne pje shokun mikrofonin? Qa ka ba Zizi? është të luj lojna. Bravo, ka qenë të luj lojna, edhe si i shlu? E shlu të poshtë është gabu. Bravo, edhe ashtu ish gabim. Kurse në videon e dytë, e ka përmirësu, e shështo? Po. Bravo, shumë mirë. Tani vazhdojmë edhe me videon e dytë dhe një sa i rikthehemi në studio për të komentuar. Qa ki kuptu ti, qa ka ba Zizi në këtë video? Ka ikë në përbarë ushta. Bravo, ashtu s'ban në përbar. E si duhet? Me jetë në për rrugë. Shumë bukur. Bravo. A, kemi është të një në përbar? Ja. Bravo, shumë mirë. Mundë në më vazhdu me shoqen anë tjetër, me në mikrofonin. Mera? Një pja shoqes. Qa ki kuptu ti, qa ka ba Zizi? Zizi ka shku të lojnën. Po, këtu ka ecë në përbarë, është shto? Bravo, a ish gabim me ecë në përbarë? Po. Se mundë në mi prish barën? E qa ka ba në pjesën e dytë? Ka ecë për rruga ullë. Bravo, shumë mirë. Tani kemi bërritur edhe në rubrikën e gjuhës angleze, ku disa fëmijë nga këto do të komentojnë në gjuhën angleze këto dy video që i kemi shikuar. What did you learn? What did Zizi do in the first video? He ran the slide with his head down. Yes, that was a mistake, yes? Yes. And in the second part, how did he slide down? He slid good. He slid correctly, bravo. Vazhdo me shoqen. And what did you understand? What did Zizi do in the first video? In the first video, Zizi goes in the slide with head. With his head down, yes. And in the second part? And in the second one, he do correct. Bravo. He slide with his head up. Yes? Yes. Bravo. Tani këtë dy shok tjerë do ta komentojnë edhe videon e dytë. What did Zizi do in the second video? Zizi the second videos walk in the grass. Bravo. He walked in the grass and that was a mistake. And in the second part, he walked on the road, yes? Yes. Bravo. Vazhdo me shokon. What did you learn? What did Zizi do in the second video? He walked on the grass and accidentally tripped. Yes, that was a mistake, yes? Yes. And in the second part? He walked on the crosswalk. Bravo. Do you walk on the crosswalk or on the grass? On the crosswalk. Bravo, that's correct way to walk, yes? Bravo, ne e kuptuam që këto fëmijë dinë shumë mirë edhe gjuhën angleze, kështu që ne mund të vazhdojmë edhe me rubrikat e radhës.
përshëndetur edhe në rubrikën e prallës. Kjo prallë jemi mësuar që unë të prezentoj ku ulem i poshtë të tavolina, por kësaj here kemi bërë pak një ndryshim ku jam unë këtu nalt te kauçi dhe fëmijët po më ndëgjojnë nga poshtë të tavolina këtë prallë që unë kam përzgjedhur sot për to. Pralla që unë kam përzgjedhur quhet Arushi i vogël dhe bora magjike. Një herë e një kohë, në një pyll të mbuluar me borë të bardhë si sheqer, jetonte një arush i vogël me emrin Beni. Ishte hera e parë që Beni po përjetonte dimrin dhe çdo gjë u duk magjike. Një mëngjes, kur u zgjua nga gjumi, pa se gjithçka përreth shkëlqente. Pembët mbanin kapele bore dhe era fshfërinte si një këngë e qetë dimri. Sa bukur, tha Beni me gëzim. Teksa ecte në pyll, ai takoi lepurin Lilo, i cili po përpiqej të ndërtonte një top bore. A të do më ndihmosh? E pyeti lepuri. Beni buzëqeshi dhe filluan të luanin së bashku. Pa pritur, nga qielli ran disa thella bore që ndriçonin si yje. Ato u prekën tokën dhe u shndruan në një shtëpis të vogël prej akulli. Nga shtëpiza doli zana e dimrit. Ju falenderoj që jeni miq dhe ndihmoni njëri tjetrin, tha ajo. Miqësia juaj e bën dimrin më të ngrohtë. Zana u dha atyre një dhuratë. Një zemër bore që nuk shtrihej kurrë dhe që sillte gëzim sa herë që ndaheshe me të tjerët. Që nga ajo ditë, Beni dhe Lilo mësuan se edhe në ditët më të ftohta, mirësia dhe miqësia e bëjnë botën më të bukur. Dhe kështu, pylli mbeti gjithmonë i mbushur me gëzim, lojra dhe borë magjike. A ju ka pëlqyer pralla? Pa. Bravo, do të thonë çka kena mësu kjo prallë, që na gjithmonë duhen me qenë të mirë, minimu njëri tjetrit. A është? A keni qef ju minimu njëri tjetrit kur keni nevojë? Edhe në shkollë njëman. Bravo, shumë bukur, një ashtu është si duhet me vepru. Tani, ka ardhur një moment ku do të çohemi në këmbë. Erdhi momenti ku do të vi Xixi. Xixi të lutem, hajde. Xixi të lutem, Xixi të lutem, Xixi të lutem. Dhe ja ku vjen dhe Xixi, pritni Xixin to. Hajde Xixi. Erdhi dhe fundi i këtij emisioni ku nuk kënaqja shumë me këto fëmijë sepse ishin shumë fëmijë të mirë dhe tani ne ju themi nga kjo studio mirupafshim. Program podržan je sredstvima iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija koje raspodjeluje Agencija za audiovizualne medijske usluge. Ky program është mbështetur nga mjetet e Fondit për nxitjen e pluralizmit dhe lëndëmisë së medjave, i cili shpërndahet nga Agjencia për Shërbime Mediatike Audiovizive.